Vazhdon autori i librit, transmeton hadithin nga Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, të përcjellur nga Abdullah ibn Omeri se pejgamberi sallallahu ka thënë, neve na janë lejuar dy lloj kafshësh të ngordhura dhe dy lloj gjakrash. Na janë lejuar. A jet ka që ndalohen gjakrat dhe ngordhësira? Ka. Nëse një person vjen me ajet kuranor, pa e ditë hadithin e pejgamberit a.s. peshqit dhe karkalecat ka me t'i bo haram. Peshqit dhe karkalecat ka me t'i bo haram. A ngordh peshku kur ta ikish prej ujit? Po. Ti që e mohon hadithin e pejgamberit a.s. si burim të dytë të shariatit, ku keme marrë lejesën e peshkut? Ti që i thu vetit, unë jem kuranist. Qysh keme leju peshkun dhe karkalicat? Allah në Kur'an e ka potencu që e ka ndalu ngurësiren. Bukur. Po gjakrat? Me qfar ajetit i kime leju gjakrat? Pre tyre është mëlqia dhe shpletka. Gjakrat tjera ndalohen. A ki po, mëlqia o kretë mushni aziz, është kretë gjak. Edhe mëlqia edhe kjo tjetra shpletka. Shikoni sa ka rëndësi hadithi e pejgamberit a.s. Ajeti vjen në aspektin e përgjithshëm, ndërsa hadithi e specifikon pastaj thotë çto janë të lejuar. Këto tjerat krejt janë të ndaluar sepse ajeti është i qartë.